Ndeshja kualifikuese e Kupës së Botës midis Serbisë dhe Shqipërisë në Leskovac përfundoi me fitoren 1-0 për Shqipërinë, duke shkaktuar gëzim e festë të madh tek tifozët shqiptar anë mban botës. Pas fitores, në zyri të Zvicrës, një familje shqiptare u bë viktimë e një sulmi të dhunshëm nga disa tifozë serb. Donika J, bashkëshorti dhe vajza e tyre 10 vjeçare po udhtonin me makinën e tyre, një Mercedes të zbukuruar me flamuri shqiptar, kur pranë një bari u përplasën me një grup tifozësh serb. Pa pritmas, një yuri vrapoi drejt makinës sonë dhe theu xhamin e përparme me një objekt të fortë, ndoshta me një zinxhir ose rrip. Copëzat e xhamit fluturuan deri në sediljen e pasme, ku ishte vajza jon, duke shkaktuar tmerr dhe tronditje tek ne. Ajo tregon se nuk mund ta imagjinonte ndonjëherë që një ngjarje e tillë do të ndodhte në Zvicër. Menjëherë ajo njoftoi policinë e Zhyliut, e cila konfirmoi një operacion në zonë dhe regjistroi rastin si dëmtim të makinës. Nuk është hera e parë që në këtë zonë ndodhin incidente të ngjashme pasi tensionet midis tifozëve shqiptar dhe serb i arritur prej ndeshjes së parë në qershor. Në qytetin e Lucernës, pas ndeshjes u raportuan përplasje dhe provokime mes tifozëve, si dhe ndërprerje të trafikut. Policia njoftoi se rreth 50 gjoba u dhanë për shkelje të rregullave të trafikut dhe disa persona u ndëshkuan për sjellje të pahishme. Ndërprerjet të trafikut u regjistruan gjithashtu në qytetet e Willi dhe St. Gallen, ku festimet shkaktuan bllokime të rrugëve. Komuniteti shqiptar në Zvicër dënon këto sulme dhe kërkon veprime më të forta nga autoritetet për të parandaluar tensionet dhe dhunën me motive etnike.